Po, Viktor nuk kemi dëgjues të rregullt. Ndoshta pak dëpse jam rrugës. Mund me qenë kjo, sepse e dim që e dëgjues i rregullt i 10-10. Tregom zotri Viktor, si përjetojmë në ditën e sot me festën e Bajramit? Përbes pak do të pa emocion më thonë, pse më vjen pak keq se normal me që dasha mirë familja e numër 1, ama pa emocion kesha votu ose kisha thonë. Kush po i ka faje, bre? Kush i ka faje, tregom? O qebre si pas meje, kush i ka faje. Hajde. Inshallah nuk është ashtu, po unë më veç ashtu më spako. Shumë për po ka festa. Po? Shumë po ka ditëlindje, ahenge, mu bom bashk për çdo gjë thuja, sa fejesa, sa synetia, sa këto gjonat, edhe tash as shumë po ka gjatë vitit, se i ka hu pak fuqia e festa fetare, tham kështu. Dash të i Bajram, dash Pashk, se përpara ka pas emocion se një 6 muaj përpara, me se s'prej që marrë Bajrami, e tash dyqysh Bajram për gjithë ditë bre, për gjithë ditë fest. E çka po i mungon Bajramit në ditën e sotme? Për ka ona, si po menon, emocionale apo? Emocionale, gjitha këto. Po nuk e di, mas është pak një farë i noti nër me veti, se na ka hyrë një farë i noti. Një farë xhelozie, Një farë xhelozie, një farë taman, fjalë adekuate xhelozie, edhe pse tash janë këto pak fjalë trona me fol përmes televizionit juaj, se jo veç për mirë e keni bile emisionin juaj. Ama do të më kanë edhe pak real, se përbes një farë xhelozie, i si del qa shpia, është një farë xhelozie, edhe nga kujshit, edhe nga atin. Edhe pse dhem, po si pas meje, është realitet. Zotri Viktor, faleminderit shumë për gjithë përmendimet e sinqerta në fakt. Po inshallah se janë trona se dikush po trona mundër me qenë, po ç'është është realiteti ashtu edhe flasim. Unë tash gjithë është realitetin si pas vetës. Po pra. Shkam duket mu mirë ati dikuj tjetër kam ju duk shumë kesh, ama po mëndon atë jam sa më i sinqert. Po. Faleminderit shumë zotri Viktor. Faleminderit shumë për ju. Çdo të mirë. Tung. Agnesa. Po më duket zotri Viktor, ose na kanë dëgjuar më herët, ose definitivisht e sheh vet, e përjeton vet nga familjarët e tij, nga rrethi, edhe përgjigjen tamam qysh. Po faktikisht Viktorin e kena kështu moral. Zotri Miftar, Po me të vërtetë ashtu dëgjoj, Miftari do mendova tash